Pse burrat po zgjidhnin vetmin në epokën e marrëdhënieve moderne. Përshëndetje miq. Sot dua të flas për një temë që po prek miliona njerëz në botën tonë moderne, ndryshimi i peizazhit të marrëdhënieve. Nëse shëtitni në rrugë, në punë apo në rrjete sociale, do të vini re diçka të pazakontë, gjithnjëherë më shumë burra po zgjedhin vetmin. Jo si një dështim, por si një zgjedhje të vetëdijshme. Videoja e sotme vë në dukje një realitet të hidhur, vështirësinë për të gjetur çifte vërtet të lumtura në moshën 35 vjeç. Pse? Sepse ajo që shohim në Instagram apo TikTok, ato foto perfekte, pushime romantike, buzëqeshje të përjetshme, nuk pasqyrojnë realitetin. Ato janë versione të filtruara, të montuara me kujdes për të fshehur kaosin e vërtet pas tyre. Unë vetë kam folur me vjetëra miq, kolegë dhe të panjohur, dhe historia e përbashkët është e njëjtë, lodhja emocionale, zhgënjimet e përsëritura dhe një ndjenjë e përgjithshme se marrëdhëniet nuk ja vlen më mundin. Sot do të zhvillojmë këto pika hap pas hapi, duke shqyrtuar pse kjo po ndodh, çfarë nënkupton për të dyja palët dhe si mund ta ndryshojmë. Le të fillojmë. Pika 1. Burrat e shkolluar dhe të realizuar zgjedhin beqarinë, një zgjedhje e arsyeshme. Le të fillojmë me një pikë kryesore. Shumë burra të shkolluar, të realizuar profesionalisht dhe emocionalisht të vetëdijshëm po zgjedhin të mbeten beqar. Kjo nuk vjen nga inati apo një urrëtie ndaj grave, jo, është një zgjedhje e arsyeshme, e bazuar në llogaritje të ftohtë. Imagjinoni një burr 30 vjeçar, ka një karrierë të qëndrueshme, një shtëpi të vogël, një rrjet miq të mirë dhe një vetëdije emocionale që do ta kishin zili shumë të tjerë. Ai nuk kërkon aventurë të lehtë apo lidhje sipërfaqësore. Por çfarë sheh kur mendon për marrëdhënie? Një loj fati ku rrezikon qetësinë e tij të brendshme, financat e grumbulluara me djersë dhe stabilitetin e ardhshëm pa asnjë garanci për angazhim të ndërsjellë. Pse? Sepse sot marrëdhëniet nuk janë më si në kohët e prindërve tanë, ato janë një bast i lartë, ku fitimi duket gjithnjëherë më i largët. Kostoja emocionale është enorme, net pa gjumë duke u shqetësuar për mesazhe të papanumërtuara, grindje për gjëra të parëndësishme dhe një ndjenjë konstante se je duke ecë mbi vezë. Ndërsa shpërblimi gjithnjëherë më i vogël. Nuk flasim për dashuri të thellë apo mbështetje reciproke, por për një partner që shpesh sheh marrëdhënien si një opsion mes shumë të tjerëve. Pika 2. Vetmia si instinkt mbijetese, raporti rrezik-përfitim absurd. Për shumë burra, të qëndrosh beqar nuk vjen nga frika e intimitetit apo një mungesë aftësish sociale. Jo, është një instinkt mbijetese i pastër. Raporti rrezik-përfitim është bërë absurd, veçanërisht kur mendon për divorcet, betejat ligjore dhe padrejtësitë ekonomike që vijnë me to. Le të jemi të qartë, unë nuk po thjeshtoj gjërat apo po akuzoj sistemin ligjor, po përshkruaj atë që shohin burrat çdo ditë. Ata shohin miq që humbasin shtëpitë e tyre, fëmijët që nuk i shohin më çdo fundjavë dhe dinjitetin e tyre të shkatëruar në gjyqe që zgjasin vite. Sistemet tona në Shqipëri apo kudo tjetër favorizojnë hapur njërën palë, jo sepse burrat janë të këqij, por sepse ligjet e vjetra nuk i përshtaten realitetit modern ku gratë janë po aq të pavarura ekonomikisht. Pastaj ka edhe anën sociale. Burrat shohin bashkëshortë të mirë që punojnë orë shtesë, që kujdesen për familjen duke u shpotitur online për të qenit toksik apo jo mjaftueshëm të ndjeshëm. Një shembull, një burr që unë njoh pas një martese 5 vjeçare humbi gjysmën e pasurisë së tij sepse gruaja e tij vendosi se duhej diçka më e mirë. Ai nuk kishte bërë asgjë të gabuar, thjesht ajo ndryshoi mendje. Tani ai jeton i qetë, duke udhëtuar vetëm dhe duke u fokusuar në hobi. Kjo nuk është frikë, është mbrojtje. Burrat po mësojnë se vetmia nuk është fundi i botës, është një strehë e sigurt nga stuhja e parashikueshme e zhgënjimeve. Dhe pyetja është, pse të rrezikosh gjithçka kur mund të ndërtosh një jetë të plot pa të rrezik? Pika 3. Standardet e grave dhe tregu i ngecur i dashurisë. Tani, le të kalojmë te një pikë delikate, por e nevojshme. Shumë gra besojnë se meritojnë vetëm 1% të burrave më të mirë, atë milionerin e gjatë, perfekt fizikisht, të shkëlqyer në karrierë dhe thellësisht të ndjeshëm emocionalisht. Është si një ankant ku të gjithë duan të njëjtin çmim të rrallë dhe tregu ngec plotësisht. Kur çdo grua synon të njëjtin top 1%, mbeten mira burra të mirë jashtë loje, duke u ndjerë të padukshëm. Pse ndodh kjo? Sepse grave u është thënë vazhdimisht se ato janë çmimi, se vetvlerësimi mjafton për të tërhequr gjithçka. Revista, podcastet, influencerët, të gjithë thonë, mos ul standardet, ti je e mjaftueshme. Por kjo injoron një të vërtetë të thjeshtë, marrëdhëniet kërkojnë reciprocitet. Mirësia, besnikëria, angazhimi, këto nuk janë nënshtrim, janë themelet e një lidhjeje të shëndetshme. Sot, ato shihen si dobësi, si diçka që burrat duhet ta bëjnë për të fituar një grua. Imagjinoni një grua 28 vjeçare që refuzon një burr të mirë sepse nuk ka ende një makinë luksoze apo një apartament në zonën më të shtrenjtë të Tiranës. Ajo mendon se po mbron veten, por në fakt po e bën tregun edhe më të vështirë për veten.
Unë nuk po gjykoj, po them se kjo krijon një spirale, gratë presin perfeksionin, burrat tërhiqen dhe askush nuk fiton. Është koha të pyesim, a janë këto standarde bazuar në realitet, apo në fantazinë e krijuar nga media? Pika 4. Mediat sociale dhe ekonomia e vlerësimit, kontradiktat që gërojnë. Mediat sociale kanë shndërruar marrëdhëniet në një ekonomi të bazuar në vlerësim, ku çdo gjë matet me like, komente dhe stories perfekte. Një grua me një smartphone merr më shumë vëmendje në një javë se sa gjyshja e saj në të gjithë jetën, mesazhe nga të panumërt, komplimente të pafundme, opsione të pafundme. Kjo fryn e egon deri në qiell dhe shkatëron mirënjohjen e thjesht për atë që ke. Burri bëhet një sfond në vetë promovimin e saj, jo partner, por aksesor në një jetë të filtruar. Pastaj vijnë kontradiktat që gërojnë çdo gjë. Nëse një grua refuzon një burr pa shtëpi ose pa karrierë të lartë, ajo quhet ambicioze dhe e pavarur. Por nëse një burr refuzon një grua me fëmijë nga një marrëdhënie tjetër, ai quhet mizor, egoist ose të pathyeshëm. Këto standarde të dy fishta krijojnë pakënaqësi të thellë dhe shkatërrojnë respektin reciprok. Unë kam parë histori ku një çift duket perfekt online, por në realitet gruaja poston foto me miq pa përmendur burrin, duke e bërë atë të ndihet i panevojshëm. Kjo nuk është dashuri, është një garë ku askush nuk di rregulla. Rezultati? Burrat tërhiqen, gratë ndihen të zhgënjura dhe cikli vazhdon. Pika 5. Pasojat, si burrat po mbushin jetën pa marrëdhënie dhe humbja e përbashkët. Si pasojë e këtij çekuilibri psikologjik të thellë, burrat po mësojnë gradualisht të mbushin jetën e tyre me qëllime dhe aktivitete që nuk varen fare nga marrëdhëniet romantike. Mendoni për një burr tipik sot, në vend të netëve të gjata duke pritur një thirrje apo duke analizuar mesazhe, ai zgjedh stërvitje të rregullta në palestër, jo vetëm për formën fizike perfekte, por për atë ndjenjë endorfine që të bën të ndihesh i fuqishëm dhe i kontrolluar. Pastaj vjen avancimi në karrierë, orë pune të fokusuara, ku çdo minutë investohet në projekte që sjellin promovime, rrogë më të larta dhe një ndjenjë arritjeje të vërtetë, pa u shpërqendruar nga drama emocionale. Miqësitë e sinqerta, ato që zgjasin vite pa maska apo pritshmëri, bëhen shtylla, mbrëmje me shok duke luajtur futboll, diskutuar libra apo duke udhëtuar së bashku, duke krijuar lidhje që nuk kërkojnë asnjë llogari emocionale. Kreativiteti shpërthen. Imagjinoni dikë që fillon të shkruajë një libër, të kompozojë muzikë në një studio të vogël, apo të krijojë art digital, aktivitete që ushqejnë shpirtin dhe lënë gjurmë të përjetshme, pa nevojën për validim nga një partner. Dhe mbi të gjitha, pavarësia ekonomike, kursimi i parave për udhëtime solo në male apo plazhe të largëta, investime në aksione apo biznese të vogla që të japin atë liri të vërtet ku nuk je më i varur nga dikush tjetër për lumturinë. Vetmia që dikur shihej si diçka e frikshme, e etiketuar si dështim shoqëror apo shenjë vetmie patologjike, tani është kthyer në një strehë të sigurt, një hapësirë e qetë ku mund të reflektoni thellë mbi jetën tuaj, të rriteni pa gjykim dhe të gjeni lumturi të pastër, pa presionin e pritshmërive të tjerëve. Është si të kthehesh në shtëpinë pas një dite të gjatë, por kjo herë shtëpia jeti vetë. Ironikisht, në këtë skenar, të dyja palët po humbasin diçka të pavendësueshme. Burrat gjejnë një paqe të brendshme të thellë, një qetësi mendore që vjen nga mosha e brengave të panevojshme, por humbasin lidhjen e thellë njerëzore, atë intimitet që na bën të gjithëve më të plotë, që na mëson se si të jemi më vulnerabël dhe të dashuruar vërtet. Pa atë, jeta bëhet më e lehtë, por edhe më e zbrazët në fund të fundit. Gratë, nga ana tjetër, kërkojnë lidhje të vërtetë, të atilla që plotësojnë shpirtin dhe krijojnë histori familjare, por gjejnë veten zbrazëti, një seri takimesh sipërfaqësore në aplikacione, darka të shpejta që mbarojnë pa vazhdueshmëri, dhe një ndjenje e përhershme se diçka mungon. Është si të kërkosh ujë në një shkretëtir të fatë, ku çdo oazë nuk është gjë tjetër veç se iluzion. Shkaku i të gjithë kësaj? Mungesa e përgjegjësisë së plotë nga të dyja palët për të qenë të sinqertë me veten dhe njëri tjetrin. Burrat nuk po komunikojnë mjaftueshëm nevojat e tyre, ndërsa gratë nuk po vlerësojnë reciprocitetin si bazë. Është një cikël që mund të thyet vetëm kur të dyja palët pranojnë se dashuria nuk është një lojë fituesi, por një rrugëtim i përbashkët që kërkon përpjekje të barabartë. Përfundim dhe thirrje për veprim. Për të mbyllur, videoja e sotme nuk është një ankesë, është një thirrje për reflektim. Burrat, investoni së pari te veti. Ndërtoni një jetë aq të plotë sa shoqëria të jetë një vlerë e shtuar, jo një domosdoshmëri. Lexoni libra, udhëtoni, ndërtoni biznese, bëhuni versionin më i mirë i juaj pa pritur miratimin e dikujt tjetër. Gratë, bëni një pyetje të vështirë, a janë standardet tuaja bazuar në realitet apo në fantazinë e krijuar nga algoritmet? Sepse tregu i dashurisë gjithmonë riekuilibrohet, kur iluzionet zhduken dhe përgjegjësia rikthehet, ndoshta atëherë burrat dhe gratë do të ndalojnë së konkurruari dhe do të kuptojnë vërtet se çfarë do të thotë të jesh një çift. Një lidhje e vërtet nuk është garë, por bashkëpunim. Faleminderit që ndoqët. Nëse keni histori personale, shkruajini në komente. Abonohuni për më shumë dhe takohemi.